Dashur drejtues të podcast Labirint në Tru. Unë po ju drejtohem si dy prindër të cilët realisht jemi të dëshpëruar dhe shumë shqetësuar për gjendjen e idealit ton 13 vjeçar. Kohët e fundit kemi zbuluar se ai ka rënë në kontakt me drogën dhe për fat keq sjellja e tij ka ndryshuar rrënjësisht. Kishte 2 vite që ndryshoi sjellje, por shpesh ne nuk donim ta besonim se ai po merr drogë. Ai është bërë shumë rebel, agresiv, shpesh refuzon çdo lloj forme komunikimi me ne. Unë preke më shumë, thot mamaja e tij, e cila do të ngelet anonime, sa filloi me orë të tëra dhe derdh lot në heshtje, shpeshherë poshtë organit ose diku fshehtazi që të mos më shikoj bashkëshorti im, sepse bashkëshorti duhet punoj dhe nuk e ka mundësinë që ti shkaktojmë një depresion të thellë për shkak të faktit që djali ynë vazhdon dhe nuk respekton as rregullat e shtëpisë, as të shkollës, shoqërohet me persona të rrezikshëm që ne i konsiderojmë që nuk janë të duhurit për moshën e tij. Çdo përpjekje jona për ta ndihmuar ka hasur në kundërshtim të fortë dhe situata po përkeqësohet dita ditës. Në fakt kur e kam lexuar kam derdhur lot shumë dhe unë për këtë nën, sepse kam qenë mësuese në gjimnaz dhe e di se sa dhimbje ka te prindi kur kupton që fëmia është futur në qerthullin e drogës, i cili është shumë i vështirë për dalë. Dhe fundin e letrës desha ta lexoj, sepse letra ishte shumë e gjatë dhe nena duhet ndoshta një emision i tërë për ta lexuar. Ndjehemi të pafuqishëm. Ju lutem shumë, ftoni në podcast një psikolog ose një sociolog ose një jurist për të na dhënë disa këshilla, sepse ne kemi frikë për shëndetin dhe të ardhmen e tij. Nuk di më si të komunikojmë dhe si ta largojmë nga ky labirint i rrezikshëm ku ka hyrë, sepse me sa duket atë e kanë shtyrë drejt kësaj rruge disa të tretë. Ata të tretë janë kaq të fuqishëm sa ne nuk kemi gjë në dorë për të përballur me ta. Ju lutem edhe një herë bëjeni pjesë të misionit tuaj këtë letër. Zonjë që e drejtove këtë letër, faleminderit, ka shumë prindër që kanë drejtuar letra të tilla dhe nëna që kanë drejtuar letra të tilla dhe ndaj ne e pam të udhës që të hapim këtë rubrikë. Doliana, fjala për ty. Kush janë 10 këshilla shumë të vlefshme që ti doja jepje çdo nënë ose babaj që gjendet në këtë qerthull? Së pari, dua të ndalem tek letra e cila shprehte se nëna derdhte lot. Unë dua ta përshëndes atë zonjë dhe së pari dua t'i them ti nuk ke kohë për të derdhur lot. Fëmia jot më shumë se kur ka nevojë për ty. Dhe mënyra më e mirë që ky fëmijë të ndihmohet nga vetë prindi është të shohë forcë te prindi i vet. Të shohë nënën e tij të fortë dhe kohë cilësore me fëmijën. Pra, disa nga këshillat që unë do t'jepja, sepse dim që adoleshenca është ajo fazë ku fëmia ndodhet mes konfuzionit dhe krijimit të identitetit. Dhe të krijosh identitetin do të thotë të njohësh veten. Dhe shpesh herë fëmijët, adoleshentët në këtë moshë kanë rryma të jashtme, ndikime të jashtme që është shoqëria dhe mjediset sociale në të cilën ata bëjnë pjesë. Disa nga këshillat janë së pari të jenë dëgjues aktiv me fëmijën, të jenë dëgjues cilësor, ta kuptojnë fëmijën më shumë se sa ta gjykojnë. Ç'do të thotë? Shpesh herë ne nga prindrit dëgjojmë fjalën pse? Pse e bëre? Pse konsumove? Pse u bëre pjesë e këtij grupi shoqëror? Jo, në fakt, ky është gjykues si mënyrë. Mënyra më e mirë do të ishte që ne të thoshim cila është arsyeja që ti e bëre këtë, çfarë ndodhi. Dhe kjo na bën ne që të jemi më kuptues ndaj emocioneve të tij, ndaj rrethanave në të cilat ai është gjetur. Pra nëna thot janë të tretë që me shumë mundësi mund të janë më të rritur. Pra cila është arsyeja? Presioni psikologjik që është bërë atij fëmije. Pra ka shumë faktorë që ne këtë fëmijë, këtë adoleshent duhet ta kuptojmë, më tepër se sa ta gjykojmë. Koha cilësore, komunikimi, ne duhet ta dëgjojmë atë fëmijë dhe të kalojmë, ka raste që prindrit mund të kalojnë me fëmijët më shumë se 4-5 orë. Por sa cilësore janë, ai fëmijë me prindrin po rrin në telefon, këshillat e tjera Doliana? Për shkak të kohës na i listo këshillat e tjera? Patjetër, pas sqarime të gjata? Po janë të nevojshme. Po janë shumë nevojshme, po koha radiofonike me gjithë këto këshilla. Janë të nevojshme vërtet. Është ideja që prezenca, fëmijët në këtë moshë nuk ka nevojë për prindër perfekt,
por ka nevojë për prindër të pranishëm. Nuk ka nevojë për atë shembullin me fjalë, por ka nevojë për të parë veprat e prindërve të tyre. Unë do të thoja që ka mënyra për të zgjidhur konfliktin në të cilën nëna gjendet me fëmijën e vet? Po. Ka, dhe kur fëmia si thuhet duhet të shkosh në një psikolog, ndoshta i duket sikur po e stigmatizon. Duhet i themi, mënyra më e mirë është mos ndoshta do të na ndihmonte një profesionist të dyve. Ndërkohë do të falenderojmë sponsorin ton për të cilin u mundsua edhe ky podcast, Banner Prefab, të cilët mundësojnë projektimin e vilave prej drurit të jashtëzakonshme, duke sjell cilësi, komoditet në mënyrë maksimale. Doliana, ritmi e emisionit tuaj më kujton fiks atë dinamikën e adoleshentëve, ashtu si janë të zjarrtë dhe energjikë. Sa bukur. Unë në fakt në kohën që kisha vajzat e mia adoleshente dhe jepja mësim në gjimnaze, gjeta kohën për shkruar librin Adoleshenca në filtrin e dashurisë. Ja, sa mirë kujton Doliana. Dhe në atë kohë u ktheva në një farforme në një lloj psikologje dhe me prindrit në gjimnaze, Doliana, sepse nuk ishte psikolog në shkolla. Sot çfarë ndodh në shkolla, 9-vjeçare dhe të mesme, dhe çfarë këshillash do vazhdosh për prindrit që janë në ankthin e kësaj letre që lexuam? Patjetër, ndër ato vite dhe tani ka një diferencë, sepse sot psikologu dhe punojësi social është pjesë e shkollave tona, pavarësisht se duhet të shtohen kapacitetet e profesionistëve, por janë aty dhe neve kemi si prindër ku mund të drejtohemi. Pra, prindri ka shumë të rëndësishme të kuptojë faktin që ndihma e profesionistit, sidomos kur vihet të re, kjo pjesë e përdorimit të substancave nga adoleshentët është shumë e nevojshme që mos të gënjejmë veten, sepse faza e të pranuarit është një nga pikat që neve na pengon ose na ndihmon nëse ne e pranojmë realitetin. Dhe nëse ne drejtohemi tek një profesionist në kohë, kjo do të ketë shumë vlerë për atë fëmijë, do ta ndihmoj shumë dhe ka mënyra, ka metoda shumë të vlefshme. Është terapia individuale, cognitive behavioral therapy, e cila vjen shumë në ndihmë të adoleshentëve, por mbi të gjitha është dhe terapia familjare, e cila vjen në ndihmë të adoleshentëve, por dhe sistemit familjar që mund të jenë prindrit apo familjar të tjerë të cilët përbëjnë atë mjedis social që adoleshentët ja vështirësojnë apo ja lehtësojnë. Fiks këtu më ndalo, më preken në një pikë të dobët. Ne dim që realiteti shqiptar nuk është fort i lehtë, ekonomia nuk është e thjeshtë për shqiptarët dhe sa po vinë po rriten çmimet edhe të psikologëve, atëherë nëse një prind nuk ka kohë dhe nuk ka mundësi, sepse atij duhet të punojë nga mëngjesi deri në darkë për të siguruar bazën atë jetesës minimale, dhe nuk bëhet fjalë që të ketë edhe të ardhura për të shkuar në psikolog me djalin ose vajzën e tij që po shkon në një rrugë gabuar. Çfarë këshillash jep dhe si duhet dal nga ky kurth në të cilën bota kapitaliste dhe jeta dhe interneti dhe TikToku dhe rrjetet sociale fusin një adoleshent dhe një prind? Koha është e pamëshirshme në ditët e sotme, por ideja është që për fëmijën çdo prind do ta gjejë kohën. Pak apo shumë mundësi ka, më mirë t'i lëri diçka mangut, mos t'i blej atletet më të mira, por kohën cilësore me fëmijën absolutisht duhet ta gjejë.